Përshëndetje, tema e sotme do jetë në lidhje me blockchainin edhe për Bitcoinin, edhe të ftuar kemi dy personazhe shumë të njohur. Faleminderit që erdhët sot në studio. Faleminderit për ftesën. Falem shkëlqime, për ndryshe shajne, jam pjesë e Crypto Albanian. Na operojmë me krypto blockchain, edukim të masës për qysh me u qasë blockchainit dhe krypto në përgjithësi. Eksperiencë disa vjeçare në tregjet financiare dhe kryptovaluta, me shokun tem Sedatin. Unë jam Sedati, me profesion inxhinier rrjetave telekomit, punë që e kom bo për 14 vite deri në majin e këtij viti. Tash punoj si analist fundamental tek Crypto Albanian, jam bashkë me ekipën që 3 vjet punojmë në tregtim të kriptovalutave, edukim të masës për përdorimin e kriptovalutave, këshillime. E kemi edhe grupin ton ku kemi antarë aty të antarësuar që i mbajmë me këshilla për investime, për edukim në blockchain dhe në kriptovaluta. Më thoni pak për blockchainin. Si ishte hyrja e blockchainit në treg, edhe si avancoi blockchaini, edhe pse hyri blockchaini në treg? Po edhe në konferencë aty e tregova një farë forme shaktari që ka ardhur deri tek krijimi i blockchainit, kriza financiare që ka ndodhur në Amerikë në vitin 2008, edhe në vitin 2008 del në skenë një white paper ose një letër ku është i shumë një projekt, blockchaini i Bitcoinit, në tetor të vitit 2008. Aty Satoshi Nakamoto, që ende sot është misterios se kush është, a është një individ apo një grup njerëzish apo është një shtet më pasaj, vjen me idenë e krijimit blockchainit ku si rezultat i asaj krize njerëzit kanë humbë fondet tyne nëpër banka, edhe ai vjen me idenë që duhet krijohet një infrastrukturë ku çdo kush që posedon asete ka me qenë një farë forme ai që e kontrollon ato asete, jo një entitet i tretë me i kontrollu asetet e tij. Fillimisht blockchaini i Bitcoinit edhe sot vazhdon përdoret vetëm për transferim të Bitcoinit ose kriptovalutave tjera në blockchain. Në vitin 2011 Vitalik Buterin, stash me tregu pak çysh ka evolu prej një blockchaini që është përdorur vetëm për transferim të kriptovalutave dhe ideja e blockchainit Bitcoinit, dhe tash blockchaina të tjerë sot që përdoren për ndërtim të aplikacione të decentralizuara në blockchain. Në vitin 2011 Vitalik Buterin, që në atë kohë e ka pas në udhëhet si Bitcoin Magazine, a vjen me idenë se blockchaini në këto 3 vite ka tregu vetëm për shpejtësinë e vet, për decentralizimin, për pavarësinë. Mirë po duhet mendoj me zhvillu blockchainin që më arrit me kriju aplikacione të decentralizuara, se blockchaini vetëm tregon vetën që mundet me u zhvillu. Ndërtojnë aplikacione decentralizume që kanë mi shërby njerëzve në jetën e përditshme. Edhe në vitin 2012 del white paper i Ethereumit edhe krijohet për blockchaini i Ethereum, ku ai blockchain sot është blockchaini që përdoret më shumë për ndërtim të aplikacione decentralizume prej developerave ndryshëm. Ka edhe blockchaina të tjerë që përdoren janë me qindra blockchaina që sot përdoren për ndërtim të aplikacioneve ose vetëm për shërbimin e kryerjes së transferimit të kriptovalutave. Primat njohur kena blockchainin e Solanës që sot përdoret shumë prej atyre që ndërtojnë aplikacione në botën e financave të decentralizuara, po ashtu në botën e NFT-ave, sepse blockchaini i Solanës është një blockchain që njihet për kryerjen e shpejtësisë të transaksioneve, e që ka aplikacione decentralizume që e kanë si aset kryesor që ofrojnë në shpejtësi e transaksioneve. Ethereumi njihet për sigurinë që ofron, kurse blockchaini i Solanës njihet për shpejtësinë dhe përdorimin sot që e ka në masë. Po edhe kjo mania e meme-coinave e ka bërë që blockchaini i Solanës sot me kon njëri prej 3 blockchainave kryesor në botën e kriptovalutave. Që tha Sedati, këtë ka rrjedh për një krize financiare që ka ndodhur në 2008, e përmbledhë shumë mirë edhe po besoj që u konë shumë e qartë që ishe përshkruajti. Po çfarë është më interesant me përmend se blockchaini si koncept
u ka një përmena në vitet e 90-ta, po që nuk u zhvillu deri mas kësaj krize financiare dhe mas anej ka ndiku që kjo për me boost komplet si teknologji të re. Po në lidhje me Bitcoinin, si ishte hyrja e Bitcoinin në treg, si u prit, si është momentalisht edhe si pritet që të avancojë? Duhet njerëzit që të investojnë akoma në Bitcoin, apo mendoni që nuk duhet të investojnë sepse ka rrezikshmëri të lartë, duke qenë se edhe ka shumë njerëz, domethënë në forume që thonë që mos investoni në Bitcoin, jo ka rrezik. Si e shikoni ju këtë? Ka pas shumë njerëz skeptik edhe para kësaj ngritjes parabolike të $100,000, që ka prek $100,000 dhe ka është tregtu tash për $100,000. Këta pesimista që përmenin jo investimin ose jo integrimin e njerëzve në Bitcoin, ka me pas gjithmonë edhe ka me pas asi që kanë me konë shumë skeptik në mënyrën se çish ka me operu Bitcoini si teknologji. Si për këshill financiare, tash na jena në all-time highs, jena në çmimet top. Na e kena edhe grupet tona të cilat konsultohen me individ ndryshëm si individualisht, si me entitete ndryshme, biznese e ndërmarrje ndryshme. Japëm këshilla në kohë mas kohë në bazë sentimentit marketit, se qysh mundesh me operu dhe qysh mundesh me qasë mas leti. Për punën se është herët, është vonë për me hi, na që kem të bo lafë edhe me herët, na jena në stageat fillestar të integrimit ose të involvimit kompanive ose të entitetin ndryshme në Bitcoin. Pse për thonë këta? Se edhe pse Bitcoinin për shumë për $100,000 për shumë që ka mërri çmime shumë të larta, market cap-i overall i kryptos është shumë i vogël, cili ka kapacitet shumë të madh, potencial shumë të madh për me pas ngritje enorme në tarmen. Normalisht është e këshillueshme me investu, po jo në përkohën atë kur rritet euforia prej njerëzve, se euforia mundet me të çunë në humbje të atyne mjetëve që ti investon. Edhe tash ti kur e shet që diçka është shumë trend, ajo ndikon te ti që ti me investu e krijon një farë, i thojnë në botën e kriptovaluta FOMO të investimit. Para se me investu është gjithmonë e këshillueshme që ti më ul edhe me bëni analizë shumë thellë vet, ose me u bashku me ndonjë grup që e ka si punë investimin në kriptovaluta, edhe këshillimin edhe investimin. Se mund është shumë letë me i humbë ato fonde që jetu investu, pasaj ta upin edhe motivin, edhe ti kime qenë prej atyne që investimin në kriptovaluta keme marrë si lotari, si një formë lotari, si jo aty me investuatit ka si lotari, nëse investimi bëhet me një analizë që ti ke bo, edhe investimi bëhet në kohrat kur shumë pak njerëz folin për kriptovalutat, atëherë domosdoshmërisht që ti kime qenë në një kohë prej fitimtarëve në këtë treg. Me marrë vesh një shembull para një vjete, çmimi i Bitcoinit kanë qenë tek 16-20.000, edhe kriptovaluta tjera kanë qenë në çmime shumë të ulta, edhe atëherë u konë e këshillueshme që ti me konë për investitorëve. Se fitimet këshin me qenë shumë atë mira tash, kur gjithkush sot flet për investime në kripto ose në Bitcoin, ku sot pa ofendime unë me një edhe një taksis ose një berber, ose edhe baba me thonë edhe prind e shtëpia të folin për rritjen që pe ka Bitcoini. E gjithmonë është e këshillueshme me qenë mos me ato shme thonë edukimin me fillu me bo vetë, me hulumtu për kriptot e për Bitcoinin, mirë për gjithmonë me qenë me u bashku një grupi profesionistëve që miren me këtë fush, nashta me vite të tana. Ka edhe këtu edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë ka grupe që miren me këtë punë. Si e shikoni zhvillimin e teknologjisë, dhe më thënë, jo vetëm atë të quantum computing, por zhvillimin e teknologjisë në përgjithësi, dhe më thënë edhe blockchainin. Ka ndonjë mundësi, për shembull, që blockchaini, që teknologjia në të ardhmen të zhvillohet në blockchain, apo ndonjë projekt të posaçëm, domethënë që mund të zhvillohet në blockchain. Është teknologjia overall edhe blockchaini janë të integruar shumë mirë në të përputhë me njëra tjetrën. Për shumë tash inteligjencë artificiale, na kena shumë projekte që janë ndërtuar me blockchain,
që janë AI agents ose që përfshin inteligjencë artificiale në mënyra ndryshme edhe që japin dhona ndryshme ose algoritme ndryshme. Për shembull, njëra prej sanave interesant që është na përshon që dhonat janë të marrë një ose data ose donat ose një storage e donave është të marrë një vëmendje shumë të madhe në botën e teknologjisë. Po prej Tesla për shembull që është të mbizotruar me dhona në fusha ndryshme, e cila ka më kon lider edhe për API-at e tyre qyshe edhe ka pronëcu CEO-i Nvidias, edhe tash janë të integru dhonat në storage on-chain. Domethënë është një hap shumë përpara që mund të zhvillu algoritme ndryshme dhe mund të zhvillu agjenda ndryshme për që funksionojnë në blockchain. Teknologjia e blockchainit, që është përmena më herët për quantum computing, na kem edhe të diskutu, ka shumë spekulime që quantum computing është rrezik shumë i madh për blockchain edhe për krypto në përgjithësi, për këtë space që funksionojmë na. Qysh tha se dati më herët, ka me pas shumë kohë ka me marrë për me zhvillu një chip që mundet me hack ose me thyni blockchain, cila është thuajse e parritshme, edhe kush do që shpërndon kësi rumors që me shpërnda frikë për ka më thy, ka më akupi quantum computing, e ka nashta qëllimin kryesor për me ble me çmime më tulta, se e dina këtë institucionet e mëdha e shpërndojnë këto rumors për me pas çmime më tulta. Po, teknologjia është të zhvillu në ekstrem mirë, që është të zhvillu quantum computing, të zhvillu edhe developerat cilët e zhvillojnë blockchain ndryshëm, si Bitcoinin, Ethereumin, Avaxin e tjerat, për me kanë quantum resistant. Na dhe për shumë se institucionet financiare, bankat, bankingu tradicional, që krypton, Bitcoin e kanë pas si armik. Sot në shumë institucionet financiare që janë të bashkëpunu me një farforme me zhvilluse blockchainit që me inkorporu bankingun tradicional, për arsye se dije që se edhe Bitcoini kur u kriju edhe si kundërpërgjigje ndaj bankingu tradicional, për arsye se transferimi i fondeve në banking tradicional merr kohë. Një transfer që ti do me bo sot prej Shqipërisë, për shembull, po flasim që në Amerikë, një transferim i fondeve mundet me të marrë kohë deri 24 orë. Me i transferu ato fonde për shkak se ka shumë ndërmjetësues mes bankës qendrore të Shqipërisë edhe bankës federale në Amerikë, janë edhe dikun 5-6 ndërmjetësues që duhet me kalu atë transakcion derisa të mrinë në destinacion. Kurse tek blockchaini nuk ka ndërmjetësues. Jam une që kam i dërgu fondet edhe jeti që kemi pranu fondet, edhe ai transakcion maksimumi mundet me marrë kohë deri në po them 30 minuta, edhe pse ajo kohë ka arrit me u zoglu shumë, e mos flasë që mundet transakcionet me u përfundu edhe po flasëm me kohë sekondash. Tani duke marrë shkas nga ato personat që duan të hyjnë, domethënë në blockchain ose në investimet në coinsa. Cilat janë disa nga këshillat ose sugjerimet që ju do t'i jepnit duke përfshirë këtu edhe ata që duan të zhvillojnë në blockchain, edhe ata që duan të investojnë? Vazhdo. Fol për zhvillim blockchain. Për zhvillim blockchain është shumë e preferueshme për secilin ndërmarrës me pas një opsion zhvillimin blockchain, një biznes ose një diçka që mund të me integru biznesin e vet aktual me teknologjinë e blockchainit. Ka shumë hapësira ndryshme, si për puna e investimeve, si puna e përkrajes prej komunitete ndryshme, është shumë interesant që shpërndohet fjala në blockchain-in e Web3. Domethënë, marketingu më i mirë janë komunitetet të cilat mundesh me pas shumë çështje të lehtë dhe me zhvillu një projekt suksesshëm. Sa për investime, kisha dorë se do të më merr me punën e Qëtë stazë që është marketi është shumë përgjithësi e madhe me jepti sugjerim për investim me nej projekt caktuar. Mirë po çka këshilla është analizo vetë kur do me investu edhe një këtyre trendin që është ma i përfoluni. Momentalisht na peshum që trendi i inteligjencës artificiale është trendi ma i përfolun si në Web 2 si në Web 3. Edhe kërko për projektet që i takojnë trendit të inteligjencës artificiale, ku dihet që ky trend është e tashmja, po ka me qenë edhe e ardhmja. Edhe hulumto për projektet cilat e kanë kalu një kohë caktume, ose me thonë një fazë caktume, ka vite që janë ende në treg e që nuk janë shu.
Se me full tash me projektet përveçme është për një me përgjithësi që nuk du me marrë mbi veti, se dikush përmes i podcasti mundet me bu një investim që në kohë shumë jo të qëllume edhe që mundet me shkaktu humbje, mirë po këshilla është që hulumtoni vetë, shikoni trendet cilat janë më të përfoluna dhe në bazë trendeve, në bazë që aty në analizave kërkime që i bëni jo, bënë edhe investimin. Po këshilla ema është investoni. Vetëm që në kohën, kur jeni të investu, mos investoni në eufori. Tash jena në fazën e euforisë. Hala nashta nuk kemi rrinë atë fazën kulminante të euforisë në kriptomarket, mirë po jemi në eufori që nuk është e këshillueshme me bëj investime tash, sepse mundën me u shku vite derisa të rikuperoni fondet që i keni investu për shkak të jo stabilitetit që mund të kenë në tregje financiare. Ju falenderoj shumë për përgjigjet, edhe ju falenderoj shumë për pjesëmarrje. Faleminderit edhe juve për ftesën, Faleminderit. shtek kënaqësi.